Maqedonisë për të madhështuar këtë marsh protestues. Edhe ne sot, të gjithë shqiptarët e Maqedonisë, jemi mbledhur këtu në këtë vend, që pa turp e dro dhe duke qenë të bindur se jemi në të vërtetën tonë historike, ti themi këtij shteti, nuk e duam këtë Maqedoni. Nuk e duam këtë Maqedoni e cila i trajton shqiptarët si të keqe të domosdoshme. Nuk e duam këtë Maqedoni e cila na vret në Bit Pazar, në Brodec, në Tetov, në Radush, e sa fundi në lagjin e trimave në Kumanov. Nuk e duam këtë Maqedoni e cila na gjykon si në rastin e Sopotit. Nuk e duam këtë Maqedoni e cila na gjykon me burgim të përjetshëm si në rastin Monstra. Nuk e duam këtë Maqedoni e cila na përgjon, e pastaj me këto përgjime bën kalkulime politike. Nuk e duam këtë Maqedoni e cila njëra palë na përgjon, e tjetra palë i shfrytëzon dhe i fsheh këto përgjime. Nuk e duam këtë Maqedoni që me emrin dhe me gjitha simbolet e saj është vetëm maqedonase. Dhe nuk e duam këtë Maqedoni që me tërë sistemin e saj juridike kushtetues është në shërbim vetëm të kombit Maqedonas. Ne jemi lodhur prej kësaj Maqedonie.